Po, me 3 martesa. Me 3 martesa, këtë desha Po. Izboletini kishte 9 djem dhe 5 vajza. Po, me 3 martesa. Me 3 martesa, këtë desha Po, edhe një për opinione, kam thonë i det për Top Channel-in, ishte shumë interesante që shumë pak njerëz e din, po në tash ma e kam bëllë shumë ma interesante që do të bëjnë një emision special për këtë punë, për arsye se Isa me ato 2 martesat e para, ato ishin të fejume për vllazërit e Isa Boletinit, po ata janë ra në luvë dhe tradita jonë i ka kthy, mos me prish miqasin për Isa Boletinin. Gjyshja parë, bashortja parë e Isës ka qenë nga fshati Surigan, Surogërda, që dojmë ne. Qamilja vjen, ka qenë motra e Halit Ahmetit, një luftari jashtëzakonshëm, jashtësoj zonës së Drenicës. Bashortja e dytë, Hamidja, vjen nga fshati Radishev, për ndryshe ka qenë edhe Qika Axhës, shote Galicës. Dhe gruaja e dytë, Ahmed Delis, ka qenë Qika Axhës e këtyne dyjave, kështu që këta 3 kanë qenë baxhanak. Edhe tjetër, 2 vajzat e Hasan Ferit, Plave Guci, konkretisht në besat e Jakub Ferit, kanë qenë të martume për djemt Isa Boletinit. Akademiku i nderuar Recep Feri ka pas bashkëhalla. Kështu që këtu lidhet familjari në kënd shumë atë fuqishme. Dhe të gjithë veprimtarë në fakt. Sigurisht edhe sot dhe ditë ne kom të vija tona familjare me nderim e respekti më të madh. Fëmijët dhe nipat, do me thonë i ka shkollu me fondin e vetë, do me thonë investimin e vetë, në Stamboll, në Rom dhe në Vjenë, do me thonë është fjala para 115 viteve, nga 9 djemë, sepse secili është në historinë e vete, ta është do të shpjegojmë pak më shumë. Halili, Muja, Nipi, Tafili kanë kry shkolla pedagogjike në Stamboll, djali 3 Ademi ka kry Akademinë Ushtarake Modernat Italisë me gradën nën kolonel, vitin 1918-1919, i hap shkollat e para ushtarake Tiranë do Shkodër. Është martu me Adili Bekteshin, ka qenë një mësuese nga Shkodra, është motra e Selamit Bekteshit, mjeku të parë në qarkun e Shkodrës, me qenë se dje kemi pasur 82 vjetore në vrasjes, i cili britet me atentar Shkodër nga Vasishantër, ka një komunist janë Rogjës. Djali tjetër që na mungon një fatë Zaite, ka kry Akademinë Ushtarake në Vjenë, a i ka ardhën pushim, ju ka bashkangjit Isës në shpallin e pavarësisë në Vlorë dhe bashkë me Isën një vra në Podgoricë. Tash i kemi varet komplet të varosën në Obar. Djali 5 Pajaziti ka kry Akademinë Ushtarake në Vjenë, edhe në kohën e Gjermanisë zgjedhet komandant Zhandarmerisë qeverinë e Xhafer Davis. Emigron në Kairo në Egjipt, fillim vitin 46, atje martohet vitin 1954 me princeshën Mejide, një nga motrat e Ahmet Zogut. Madje në këtë periudhë kohore, vitin 55, fillim 55-ës, Naseri është zënë nga pushteti mbretin Faruk, në dim dinastinë e Mehmet Ali Pashës, dhe emigron në Francë ka vdek vitin 63. Tash me gazetarin një njoftën Blendi Fevzion, ka bu një mision për mbretin Zog, është një pjesë ku e përmen Pajazitin, madje me Bretneshën nuk kam pas princeshën fëmijë. Ja kemi gjetë tash shikone e fundit Varin, ka vdek në nisë të Francës vitin 1960. E kemi gjetë Varin Po e kemi gjetë Varin dhe pasaportën e tij. Musa poshtë, ky ka qenë apolitik, është marrë vetëm me biznesin e shtëpisë. Realisht të arrestojnë në Mitrovicë, dhe mënyrën ma mizore komunistat sërbe vrajnë në burgun e Mitrovicës. Do me thonë edhe sot nuk ja dim Varin ku e ka. Gjyshi jam është djali 7 i Isës, Faiko. Gjyshim ka linë në Stamboll në periudhën kohore kur Isa ishte internum në Stamboll, 1902-1906. Gjyshi jam Faiko e ka kry Akademinë Ushtarake Novi Sad, Vojvodin, derisa ka qenë Austro-Hungaria në pushtet. Dhe luftën e dytë botërore ka qenë aktiv në zonën e Zveçanit, me komandë gjermane, pastaj ka qenë i kyçën me grupin e famshëm të Shalës, u këshin Kovacicën, Ahmet Selacin, dhe me 17 prill vitin 47 vritet komplet grupin kundër partizanëve sërbë në Bistrisë, që u të veni Kozmatic. Pastaj, pas një javë i kanë tërheku fomat e tyre dhe i kanë ekspozun qytetin i Mitrovicës mi pa popullsia sërbe se s'kishin besu. Hala, baba, shumë antarë familjes e mbajnë men shumë mirë këtë rast. Djali teti Isës Aslani ka qenë avokat,
ka qenë jurist, ka qenë kryetari i parë i vushtres, vitin 1941, kur ka një forca gjermane, vitin 42-43 kryetari i Gjakovës, 43-44 kryetari i Prizrenit, antari i lidhjes Prizrenit bashkë me Bedrigjinën. Dhe është arrestu në Prizren dhe është pushkatu në Prishtinë. Unë e kom gjetë gjallë bashkëshortën e tij, Hasiben, sepse me bashkëshortën Hasiben nuk ka pas fëmijë. Ajo ishte martu mas vrasjes së Aslanit në Prizren dhe e kam gjetë pas shumë vitësh. Dhe verën e kalume na ka vdek moshën 98 vjeçare. Mirë, por rrëfimi i saj ishte shumë prekshëm, duke kallëzu për trimni dhe zgjuarsinë e Aslanit, dhe në fund kaplani marinën e ka kryer në Itali dhe ka shërbim pazarin e ri.